Do donim të dëgjonim idetë tuaja dhe thënë kjo, zotëria e çoj dorën i parë, ju lutem një mikrofon për zotërin, leti përmbahemi në mënyrë koncize, 2 minuta, maksimumi 3 minuta, ju lutem zotëria ka kërkuar. Faleminderit. Nëse edhe mund të prezantoheni se duam që të kemi gjeografikisht paktën. Faleminderit, unë jam Vasil Steriovski, kryetari i Partisë Aleanca e Maqedonisë për Integrimin Evropian, parti politike që përfaqëson dhe mbron të drejtat e komunitetit maqedonas në Shqipëri. Së pari do të falenderoj Komisionin për Reformën Territoriale për këtë mundësi në dëgjesën publike që organizojmë sot në Korçë, edhe për ftesën që të marrim pjesë dhe ku është një mundësi e mirë që të shprehemi edhe qëndrimet dhe rekomandimet tona në lidhje me këtë reformë. Përpara disa ditësh, Partia Aleanca e Maqedonisë për Integrimin Evropian zyrtarisht ka nisur një letër drejtuar Komisionit Parlamentar për Reforma Territoriale, ku kemi dhënë mendimet dhe rekomandimet tona në lidhje me këtë proces. Shfrytëzoj rastin që sot të përmend shkurtimisht disa nga kërkesat tona. Kërkesa e parë tonë lidhet me Bashkinë Pustec, ku kërkojmë që Bashkia e Pustec të ngelet bashki më vete, siç është tani. Së pari kjo lidhet edhe me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, detyrimet ndërkombëtare që kemi në lidhje me respektimin e drejtave të minoriteteve në Republikën e Shqipërisë, si Konventën Kuadër për mbrojtjen e minoriteteve, por e legjislacioni vendas, posaçërisht ligji për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë, sidomos neni 16, ku shprehmisht thotë që ndalohet marrjen e masave në ato bashki ku ka një shumicë minoritet, domethënë që ndryshimin e kufive administrative të këtyre njësive të qeverisë lokale. Pra Bashkia e Pustec është vetmja bashki në territorin e Republikës së Shqipërisë që shumica, pothuajse 90% e më shumë, është i përket komunitetit maqedonës dhe shumë të drejtat lidhen me zbatimin e këtij ligji, sepse ligji për mbrojtjen e pakicave kombëtare shprehmisht thotë që në ato bashki ku mbi 20% janë minoritete, ato minoritete kanë të drejtën e mësimit si gjuhës anëtare, përdorimin e gjuhës në atë bashki. Pra, në qoftë se Bashkia e Pustec shkrihet, të gjithë këto të drejtën ne ju mbasim dhe është rreziku i asimilimit tonë. Prandaj, edhe në mbështetje të gjithë këtyre konventeve ndërkombëtare, por edhe detyrimeve që kemi ne si shtet në rrugën drejt integrimit evropian, kërkojmë që Bashkia e Pustec të mos preket dhe shkurtimisht kërkesa tonë e dytë lidhet me riemërtimin e Bashkisë Pustec në Bashkinë e Prespës, sepse Pusteci është një nga 9 fshatet e bashkisë, ndërsa emri Prespë është emër më përfaqësues, përfaqëson gjithë zonën, vetë banorët e thrasin zonën e Prespës, por kështu njihet në tërë territorin e Republikës së Shqipërisë, me riemërtimin e Bashkisë Prespës, me emrin e ri do internacionalizohet, domethënë bashkia dhe do promovohet më shumë. Faleminderit. Ju faleminderit.